Përshëndetje gjithë ju të shenjët së peshores. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit maj për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit prill, sepse ende s'ka përfunduar, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Dhe shohim se çfarë energjie do na vi. Atëherë, jemi te energjia juaj. Kemi energjinë Kemi të gjitha energjitë e shenjave të horoskopit, sepse jemi te karta e magjistarit, dhe kemi energjinë e shenjës së luanit. Atëherë, në fillim të javës parë, ju shoh që ju do hidhni dritë në rrugën tuaj. Një derë po hapet në lidhje me ju do të jepni zgjidhje një situate në lidhje me dashurinë, dhe këtu flasim për pjesën e beqarëve. Nuk e di, por dera është e hapur për ju për të bërë një fillim të ri. Të jepni zgjidhje vetes tuaj. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh zgjidhje në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por ndërkohë ju shoh që çdo gjë e keni ju në dorë për ta çuar përpara njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, sepse shoh një dritë këtu ku ju dhe një derë të hapur në lidhje me ju. Për pjesën tjetër, ju mund të jepni zgjidhje situatave dhe çështjeve të ndryshme që keni në lidhje me shtëpinë, me familjen, në lidhje me punën tuaj ose nga ana ekonomike. Ndoshta ju keni qenë për një kohë të gjatë në errësirë, shoh këtu, por drita po ndizet për ju, dera po hapet për të pasur një pamje më të gjerë në lidhje me situata dhe çështje të ndryshme që mund të keni pasur. Për një pjesë për ju ka të bëjë në lidhje me çështjen e dokumentave, në lidhje me studimet, zgjidhje të çështjeve ligjore, gjyqje të ndryshme që mund të keni. Gjithsesi unë shoh që ju sikur vini një drejtësi në fillim të javës, por jepni dhe zgjidhje çështjeve dhe situatave të ndryshme që mund të keni. Dhe në mesin e javës, ju shoh që ju keni manifestuar në lidhje me një dashuri. Ndoshta dëshironi të hidhni dritë dhe të qartësoheni në lidhje me një person dhe keni manifestuar në lidhje me këtë person, dhe unë ju shoh që ju do realizoni ndoshta një takim me një person në një rast, në rastin tjetër diçka, një zgjidhje që dëshironi të jepni, një njofje, një lidhje ose marrëdhënieve tuaja, ose në lidhje me fëmijët tuaj, me punën ose nga ana ekonomike. Gjithsesi unë shoh që ju keni gjithçka në dorë për ta realizuar, sepse ju keni manifestuar për gjërat që dëshironi. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me anën ekonomike, mund të ketë lidhje me dokumentat, me pjesën e shëndetit, me studime të ndryshme që ju mund të keni, por dhe me këto çështje ligjore për një pjesë tjetër. Dhe në fund të javës parë, shoh që ju keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi, dhe këto kanë qenë dhe një lloj karme në lidhje me ju. Ju do t'i lini mbrapa të gjitha këto situata, dhe unë shoh që do keni një energji brenda vetes dhe ju do mendoni për të çuar gjërat para, për të çuar një dashuri para, një njofje që keni, një lidhje ose një marrëdhënie, ose në rastin tjetër në lidhje me çfarë do lloj situate që mund të keni pasur. Ju i dini më mirë se ku keni kaluar vështirësi. E rëndësishme është që ju gjeni forcën për të vazhduar përpara. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë në javën e dytë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit. Kemi energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të ajrit përsëri.
Shoh që i vendosni qëllime vetes, ju shoh përsëri në një energji shumë të fortë, zjarri, ku ju i vendosni, mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi ju shoh që i vendosni qëllime vetes në lidhje me një dashuri. Ju dëshironi t'i lini mbrapa të gjitha vështirësitë që keni kaluar, ose situata tensioni, stresi që keni pasur, ose disa tensione që mund të keni pasur, dhe ju shoh që do të jepni një drejtim më të qetë gjërave. Në lidhje me një njohje, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për pjesën tjetër, ju shoh që i vendosni qëllime vetes në lidhje me fëmijët tuaj, me punën tuaj, me kontrata të ndryshme që mund të keni. Dhe kontratat mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Mund të jetë kontrata për një punë, në një punë të re, kontrata në partneritete, bashkëpunime, kontrata shtëpie, kontrata të ndryshme që mund të keni. Gjithsesi, shoh që do përballeni me institucionet shtetërore. Ju shoh pak të trishtuar, pak të mërzitur, jeni duke menduar më tepër, i mendoni gjërat nga ana logjike, ju shoh. Ju i jepni drejtim, harini t'i qetësoni situatat. Në lidhje me dashurinë, shoh që ju do shkoni diku dhe do keni disa diskutime me këtë person, që mund të jeni në njohje, në lidhje ose edhe në marrëdhënie tuaja. Por këto diskutime do bëjnë për t'i dhënë një drejtim më të mirë njohjes ose lidhjes, ose në lidhje me fëmijët tuaj, mund të ketë shumë diskutime aty. Në lidhje me punën nga ana ekonomike. Një pjesë prej jush kanë të bëjnë me institucionet shtetërore, shoh. Mund të jenë pjesë e dokumentave, mund të keni lidhje me studimet për një pjesë tjetër, me anën shëndetësore. Gjithsesi ju shoh që keni marrë eksperjenca, përsëri ju shoh në këtë energji, dhe ju jeni duke i menduar logjikisht situatat për të marrë vendime të rëndësishme. Ndoshta jeni në marrjen e vendimeve në fund të javës së dytë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë, në javën e tretë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të tokës. Atëherë, ju shoh në të treja letrat, po të vëmë re këtu, kemi mbretin e zjarit, kemi mbretin e kupave, kemi dhe mbretin e monedhave. Në javën e tretë ju shoh në një pozicion mbretëror. Shoh që jeni me qëllime përsëri, me qëllime në veten tuaj, por edhe këtu kemi princeshën e shkopinjve, jeni shumë të vendosur në qëllimet tuaja. Ju shoh, do jeni ndoshta shumë duke menduar seriozisht në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja për t'i çuar para. Në fillim të javës së tretë, ju shoh që për pjesën e beqarëve, ju jeni të vendosur në qëllimet tuaja në lidhje me një person, dhe ky person është një person që ka shumë emocione me ju. Shoh që ju mund të keni shumë zjarr me këtë person, keni një energji zjarri brenda vetes, kurse ky person ka shumë emocione dhe jeni duke menduar seriozisht në lidhje me këtë person për t'i çuar gjërat para. Për pjesën tjetër, ju shoh që jeni të vendosur në qëllimet tuaja në lidhje me punën, me kontrata të ndryshme. Shoh që merrni lajme të mira dhe do mendoni shumë seriozisht në lidhje me anën tuaj ekonomike, me parat. Për pjesën tjetër, mund të jetë një person që do t'ju mbështesi nga ana ekonomike, ose mund t'ju këshillojë në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme ekonomike që mund të keni. Mund të jetë një çështje që mund të ketë lidhje me një kontratë pune, mund të jetë diçka që ka lidhje dhe me bankat, mund të jetë diçka që ka lidhje me partneritete ose bashkëpunime të ndryshme ose me karrierën tuaj. Gjithsesi ju shoh në një pozicion mbretëror. Është një javë fantastike, si në lidhje me emocionet, në lidhje me pasionin, në lidhje me anën ekonomike. Ju shoh që jeni në pozicion shumë të mirë. Dhe këtë mund ta merrni në çështje dhe situata të ndryshme që jeni. Ne vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë, në javën e katërt keni të bëni me energjitë shenjave të ujit. Më falni, keni të bëni me energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të ajrit.
shoh që ju largoheni nga diçka për të marrë një drejtim më të mirë për veten tuaj. Ndoshta një pjesë prej jush në fillim të javës 4 mund të largoheni nga një njohje, nga një lidhje, nga një marrëdhënie që ju ka shtruar. Dhe këtu flasim ndoshta për një pjesë shumë specifike, për të marrë një drejtim më të mirë për vete. Edhe pse largoheni me shumë dhimbje nga një dashuri flasim, ju përsëri do ta bëni për veten tuaj. Për pjesën tjetër, mund të largoheni nga këto situata të vështira emocionale që keni kaluar. Dhe kjo, kur themi emocionale, nuk ka lidhje vetëm me dashurinë. Ka lidhje me fëmijët, ka lidhje me shtëpinë, me familjen, mund të ketë lidhje me punën tuaj ku ju përfshiheni emocionalisht aty, diçka ndoshta nuk është ashtu si ju dëshironi dhe ju shoh që largoheni për të marrë një drejtim më të mirë. Dhe në mesin e javës, edhe pse largoheni për të filluar diçka, për një njohje të re, një punë të re, ose për t'i dhënë një drejtim më të mirë vetes tuaj, unë shoh që futeni në dilema. Futeni në dilema. Një pjesë për jush mund t'jenë midis dy personave, dy situatave të caktuara, dy çështjeve të ndryshme, midis punës dhe familjes për një pjesë tjetër, por për një pjesë tjetër mund të jeni edhe midis dy punëve. Dhe ju nuk dini çfarë të bëni, sepse një punë ka të mirat e veta, puna tjetër ka të mirat e veta. Dhe jeni në një lloj pozicioni ku ju nuk dini çfarë të zgjidhni. Dhe këtë e shoh më tepër me hënën e plot në fakt në të dyja letrat. Dhe në fund të javës ju shoh që nuk e di, ndoshta keni frikë se zhgënjeheni, sepse shoh që një energji ose ju bini të mërzitur se nuk vendosni dot në lidhje me diçka, me një situatë të caktuar. Dhe ju shoh mund të jeni dilema me fëmijët tuaj, mund të jeni midis dy degëve studimi, mund të jeni midis dy ofertave të ndryshme në lidhje me punën, mund t'ju dali diçka jashtë vendit dhe ju thoni këtu kam këtë të mirë, por aty fitojmë diçka më shumë, varet nga situatat që keni. Ju situatat merrini si i keni. Gjithsesi në fund të javës së 4 ju shoh që ose do keni frikë se zhgënjeheni dhe nuk po bëni akoma zgjedhjen e dur deri në fund të muajit. Ose mund të merrni dhe një zhgënjim, ose mund të ndjeni të mërzitur, mund të ndjeni të lënduar nga diçka. Nuk e di, është një situatë domethënë, por më tepër e shoh që ju jeni në dilema dhe shoh që keni frikë se mos zhgënjeheni me zgjedhjen që ju do bëni. Mund të jetë zgjedhja e një personi, zgjedhja e një pune, në lidhje me çështje e situata që jeni në dilema ju se çfarë të zgjidhni. Gjithsesi, është një muaj fantastik për ju. Do keni realizime, shoh një dritë hapet për ju do gjeni forcën për të ecur përpara, për të çuar gjërat para, do arrini të jepni një drejtim më të qetë situatave, ju shoh në një pozicion mbretëror në javën e tretë, në javën e katërt, thjesht ju duhet të dilni nga dilema dhe mos keni frikë të ecni përpara. Dhe ose të bëni zgjedhjet tuaja. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi na japin. Dhe kemi numrin 19 që është karta e diellit, është një energji fantastike për ju dhe është një moment shumë i lumtur për ju. Mbani mend idetë që keni pasur dhe ecni përpara, vërini në zbatim. Kini besim te vetja juaj. Atëherë, mesazhi është shumë i qartë, janë momente shumë të bukura për ju që do kaloni gjatë këtij muaji, thjesht vini në zbatim ato idetë që keni, si në lidhje me dashurinë, me njohjet, me lidhjet, me punën, në lidhje me mund të jenë ide studimesh, ide në lidhje me trajnime të ndryshme, ide në lidhje me dokumenta të ndryshme, atëherë thjesht besoni, sepse prandaj ju shoh në fund të muajit që keni frikë se mos zhgënjeheni në lidhje me ofertat dhe mundësitë që do keni. Është një mesazh fantastik, një muaj shumë i mirë për ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj edhe një herë të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali,
videot e muajt prill, ende nuk ka përfunduar. Vind videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Ju ftoj dhe njerë të ndiqni dhe shenjën tuaj ashendende sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë ju uroj një muaj sa më të mbar, një mbasditë të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.